Faleminderit. Duke u referuar dhe asaj që thanë kolegët, besoj që të gjithë tu pavarësisht ndasive politike që kemi, qytetarët i paguajnë rrogat tona për dëgjuar debatin politik që kemi ne dhe idetë ndryshme që mund të kemi ne për programin politik të cilën sjell qeveria. Kjo opozit nuk ka asnjë armë në dorë përveç diskutimeve dhe patjetër është në interes të kësaj opozite, të kësaj qeverie dhe të qytetarëve që na ndjekin që ky parlament jetë një arenë debati dhe diskutimi ku ju të na nxirrni programin tuaj dhe ne të themi se çfarë mendojmë për atë program apo ndryshimet që ne mund të kërkojmë në interes të qytetarëve. Së dyti, duke ju referuar këtu edhe kodit sjelljes së deputetëve, zoti kryetar. Në nenin 11.2, kur deputeti i ri thot mban fjalën në respekt të tij që kryetari të përshëndesi fjalën e parë të deputetit të ri. Tani më jo vetëm që nuk përshëndetet fjala e deputetit të ri, po as nuk i jepet mundësia deputetit të ri të mbaj fjalën në seancën e parë. Së dyti, meqense keni bërë dhe përjashtime për deputet të opozitës në lidhje me një proces verbal dhe informacion realisht të pasakt siç e dini dhe ju vetë, pasi ju na garantuat që do të merrnim fjalën pas pushimit të seancës dhe më pas ja dhat për herë të dytë kryetarit grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Në nenin 6, përdorimi në kuvend i gjuhës të pajishme dhe përdorimi të fyerja të familjarëve të deputetëve duhet të marrë mas. Kryeministri këtu përmendi emra familjarësh dhe nuk u mor asnjë mas. Edhe unë mund të flas me atë gjuhë, edhe unë mund të them që ai vjen nga një familje vrasësish dhe trafikantësh, po nuk ma lejon etika ta them një gjë të tillë. Prandaj, i nderuar kryetar, do ju ftoja që ta ndiqni rregulloren njësoj për gjithë dhe ta kthejmë këtë sallë